Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Krerët e Bashkimit Evropian synojnë normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Shkupit dhe Sofjes. Eurokomisionerja Marta Kos, duke folur për vendet kandidate në digjesën në Parlamentin Evropian, sqaroi se komisioni po punon me vendet kandidate për të thjeshtuar procedurat adheruese. Qëllimi sipas Kos është të pengohen përplasjet dypalçe me të cilat vështirësohet zgjerimi i Unionit. Me Maqedoninë e Veriut, qëllimi ynë politik është t'i japim negociatat me klasterin Fundamentet, më njëherë pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese. Për këtë Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut duhet të fillojnë të bisedojnë në mënyrë të vëllimshme dhe të gjejnë zgjidhje për këto çështje dypalçe. Unë jam këtu për të lehtësuar këtë proces nëse kjo nevojitet, tha Marta Kos, komisionere e Bashkimit Evropian për zgjerimin. Presidenti i Maqedonisë së Veriut nuk ju përgjigj konkretisht nëse ka konfirmim nga pala bullgare për takimin dypalësh gjatë samitit të NATO-s në Hag. Nuk mund t'ju them saktë, por është e qartë se jo vetëm këtu, jo vetëm në Bruksel, dhe jo vetëm në disa kryeqytete europiane bisedohet për këtë, shtoi Gordana Silenovska-Davkova. Ajo komentoi dhe raportin e raportuesit në Parlamentin Evropian Thomas Vajç, në të cilin theksohet prania e gjuhës dhe identitetit maqedonas. Presidentja pret që teksti të votohet. Në të kundërt, kjo do të flas keq për kapacitetin demokratik të Parlamentit Evropian, theksoi Gordana Silenovska-Davkova. Kreu i Shtetit i Republikës Maqedonisë së Veriut e vlerësoi si ofenduese rezolutën, e cila kohë më parë u votua në Kuvendin Bullgar, me të cilin qartë thuhet se autoritetet bullgare nuk duhet të lëshojnë penë në lidhje me atë që është dakortuar me propozimin francez. Koalicioni i qeverisës vlen në Maqedoninë e Veriut fillon organizimin e strukturave. Arben Fetaj tha se emri nuk është vetëm emër koalicioni, por një projekt kombëtar dhe një provë gjallë se shqiptarët mund të bashkohen. Besojmë se shqiptarët meritojnë më shumë drejtësi, më shumë zhvillim dhe më shumë dinjitet. Emri ynë vlen nuk është vetëm emër koalicioni. Vlen është projekt kombëtar mbi gjitha. Është provë e gjallë se shqiptarët mund bashkohen për të mirën e përbashkët, kundër korrupsionit dhe kundër tradhtisë ndaj interesit kombëtar. Ndërsa akuzoi për një përpjekje për të kontrabanduar votat e qytetarëve dhe sabotimin e koalicionit. Ata provuan të kontrabandojnë votën e qytetarit. Ata tentuan të sabotojnë vlenin për të rikthyer BDI-n, por ata dështuan. Falë qendresës suaj, vlen sot është më i fortë, më i bashkuar se kurrë. Ishte Arben Fetaj. Në emër të vlenit reagoi dhe Bilal Kasami. Sipas kreut komunës të Tetovës, në takime mbështetësit nuk është prezantuar vetëm një shtab i përgjithshëm, por një kapitull i ri drejt fitores së ardhme në zgjedhjet lokale. Nuk jemi këtu thjesht për të prezantuar një shtab. Jemi këtu për të hapur një kapitull të ri në rrugtimin ton drejt fitores në zgjedhjet e tetorit. Në krye të shtabit do të qëndrojë Adnan Azizi, një mik dhe bashkëpunëtor i palodhur, i cili do të jetë krah nesh për këtë përballje. Por forca jon nuk qëndron te një emër i përveçëm. Forca jon është uniteti, vullneti dhe besimi pa lëkundur se ndryshimi është i mundur dhe i domosdoshëm. Bashkimi Demokratik për Integrim reagon për ndryshimin në ligjin e inspektoriatit për përdorimin e gjuhëve. Në kryetari i BDI-s Arben Rademi tha se veprimet dhe deklaratat e pushtetit në lidhje me inspektoriatin e gjuhëve janë tallje. Ademi tha se nëse ligji i gjuhëve hyn në administrimin e Ministrisë së Drejtësisë, nuk do të ketë kompetenca. Emri drejtor zëvendësohet me udhëheqjes sektori, buxheti i saj vendoset në ministri, ndërsa plani i punës dhe inspektimet miratohen nga ministri e jo nga shefi i sektorit, apelon në rrjetet sociale Arben Rademi nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.